Ne kina pas probleme. Dork, nga blok. Ato deta nuk na lishin rahat. I futshin në punë honët ku nuk u takote. Tash, ka bofti, thash djali. Ai ka gëny nga fillimi i emisionit deri në fund. Pa mo një gjo, shku me fol asaj na nërvesh. Kur, disa të luna me dhej. Djali nuk ndjen për të më motor. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të sjell historinë e një burri dhe grua të divorcuar prej vitesh, të çiftit Gjonaj, të cilët fatkeqësisht kanë mbi 10 vite të divorcuar, secili ka nisur jetën e vet, por babai, Adriatik Gjonaj, nuk takon të birin prej 10 viteve. Vetëm përpara disa ditëve, këtu në live me Odetën, ish vjera e tij Fatmira tregoi historinë e vajzës së saj dhe të ish-dhëndrit dhe arsyet pse ata ishin divorcuar. Për gjithë ata që nuk e kanë parë këtë moment, unë dua të jap vetëm pak minuta momentin kur ish vjera Adriatikut ka qenë këtu në live me Odetën, e ndjekim dhe rikthehemi sepse Adriatiku është duke më pritur dhe kërkon që ditën e sotme të reagojë. Martesën nga ka prish ish kunati dhe ish kunate, vajza ime ka qenë shtatzon. Është dhunu në mënyrë sistematike edhe ish kunatën. Ka vajzën time për një fustan, kush pse ke vesh fustonin e kush? Se do ndukesh më mirë son. Ish kunati ka ndërhyjë çdo lloj muhabetin, çdo lloj. Ai ka shkatuar. Drejt me thonë, ai ka shkatuar. Djalin e kam martuar që moshën 3 mush. 2014 një ndan, 2019 ka ardhur me një përmbaruese dhe me një polis të zonës. Po. Ish dhëndrin. Po. Dhe më thot, du të shoh djalin. Thash ti e ke ndërtu jetën dhe e ka ndërtu jetën akoma pa nda me vajzën time me letra. Odeta, kur nuk e ka kërkuar, 2019 e ka kërkuar Odeta. Që unë i kam thënë numrin e vajzës, edhe numrin e lagjes, edhe adresën e lagjes, dhe numrin e kam thënë të gjitha. Ai kur nuk ka bën, ka 7 vjet ka ardhur në shtëpi time. U zhduk me kaç dhe nuk u bën kurrë gjallë. Duhet të dish një gjë që vajza juaj ka shkelur një vendim gjykate, sepse ata janë divorcuar dhe gjykata i ka dhënë të drejtë Adriatikut të takojë të birin. Normal, e di shumë mirë çfarë me bën, ku me lën djalin ajo, ma lita mu ma la 2 vjet, tani nuk isha si me bajnë fëmijën. Por mos t'ja pengoj babait. Jo, kur unë i thash të hapi Lina llogari bankare që ti të paguash djalin, djali do të dalin takim, tha ti sa do të marrish parat e mia, më tha. Ai djali nuk e ka iden kush është babai biologjik, ai djali është i lidhur shumë me burrin e vajzës, vajza i ka thonë me thmerti për burrin e vet, të ka arritun. I ka thonë për ish burrin, të ka lindun, ti e ke baba, të dy ke baba i ka thonë. Djali ka bon me të zeza. E qartë. Nuk e di se kam 2 baba, unë kam 7 baba. Nuk ka pranu djali, se është e vështirë djalin me vind tani. E dëgjuam zonjë Fatmira, e cila nuk tha asnjë fjalë të keqe për ish-dhëndrin, por tregoi se ish kunati vajzës ishte shkaktar i gjithë ndarjes divorcit të tyre pasi ai kishte ushtruar dhe unë. Nuk kom ofendu, Odeta, më vesh unë i kom 5 kalamaj, nuk jom dhënus... Unë shokova, me thënë drejtën asnjë. Nuk jom dhënus, okej, ajo mu me thonë gjithçka, më vesh. Nuk ja kom thonë, mund t'ja kem thonë një fjallë, jo me ofendu, që në njëherë i kom konë të shtëpia në bathurë ku jetojshin, si jetoj ka me vllajt jem, ajo nuk ishtë normale, më vesh. Pes, kaç mund t'i kem thonë, pse se pas të shpinë një gjonë, për dhënua, për kokë kalamajve, për kur, nuk mund flaf, Odeta. Nuk do me aprish jetën asojna. Djalin, t'ja qesin vllajt, t'a takojnë e vllajt. Pa ai nuk e di që ka babë, në radhë, po ai nuk e di që ka baba fare. Nipi tem do ja roj gjithë mijat e bucë, sukur kalamaj me t'mi. Po mbin lot, gjithë mijat e bucë do ja roj. As du me aprish jetën, kom 5 kalamaj e di që janë kalamajt e di që është jeta, jam prek shumë për fjallet që i kanë thonë. Adriatiku është duke më pritur, unë do hap dritaren dhe do e përshëndes. Adriatik, përshëndetje! Përshëndetje! Si e? Mirë. Adriatik, ju e dini që unë ka folur me ish vjerën tuaj me zonjë Fatmira.
por ajo më shokoi me ato që më tregoi. Mbarën ti, atë për klasun. Fatmira më tregoi pse ishte divorcuar vajza e saj Blerina nga ju, duke akuzuar Astritin që kishte ushtruar dhunë ndaj nusës tënde. Ja. Çfarë ka ndodhur? Një sekund, edhe une më ka mush që dhunë. Trune, po ti marrë punë, edhe une po foli që është e emja. Adriatik, ajo akuzoi, zonja Fatmira, ish vjera juaj, akuzoi Astritin se ai ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së saj Blerina dhe ky ishte shkaku i divorcit dhe ju, le të themi, nuk e mbrojtët nusën tuaj. Ore, çka ka ndodhur? Mund të ma tregosh? Dua të dëgjoj sot. Ajo si ka thënë ajo ato, asgjë i herë pra atë si ka thënë, jo ngërgjeshta. Se me dur të vetë vlojem, shaj është që i ka pagu 280 euro, se unë e me gjithë numrin, ishte nëna sana, që do që është, që dhunë, unë e thasë telefon, është asë di se e ka tu në Belgjik, e ka po vizitën e me po gjallin. Nja. Po, jo me thonë e jo për bilopi, si më ka rafë që dhunë, mbot. Unë e dalë për para gjykote, kur vlojem se ka prek me dorë. Ja. Po si ka po mirë, vlojem, nuk është me po mirë, po kur një. i dashur Adriatik, ajo që më bëri përshtypjet e kish vjera juaj ishte që ajo ty nuk të ofendoj dhe të shahu. Adriatiku mua më ka ofendue, e mua ka sha, e mua ka thonë gjithë të nga zezat një rëpë si e ka, mu ja thonë me konë ti, që u thash ty ti se nishë që ku ma ta grët, jë shku për rukë, e të shpia sojna, i pove të dëndësimin, mu më ka thonë gjonat mërë postë dhe mua si i mua një rëpë. Adriatik, dua të pyes dhe dua të jesh i sinqert. Po qëtë, se unë jam thash atë ditë, jam i mërzitur, faleminderit shumë për ideja, po jam shumë që thonë i ngarkum në truta. Po, ke të drejtë, edhe një baba që s'ke takuar djalin tënd. I ngarkum ka të, kur më ka ardhur një foto e djalit, unë me padik, nuk më dërsoj i tamam. Kur më po foton. I dashur Adriatik. Edhe plus më falë shumë. Po. Edhe kur më ka bo ftesë, i kom shkrujt, i kom të nga mesazhet ta, fola me ta, krejt, Kur ke folur? E di dhe të bëbajem, në dork, në dha blok. Kur ke folur? Je lidhur me ishnusën? Po, Kur ka ndodhur kjo ngjarje? gjë mos unë, gjë në orën 5 e gjysmë dorës. Pas 10 viteve ti ke parë djalin? Për herë të parë? Po, Po ma tërko ti pa. qojmë në fotot, ti qojmë në fotot. Ma tërgo pak qa ndodhi dje? Unë e kesh të shpia saj rapi punës, ku më thirët i sot? Po. Unë e më konë punë. Punë e lekin 3 gjysë, 4, ka se shkon puna. E qartë, po. E dha qëve, e shë telefonin, ku shë të renisi. Sa shë më dhe shka mundësi? Djali. Për dy katë si kom në dhuma dy. Po. Shka mundësi. Po, gruja, që e kom në shpi, që ta shi lullat robi, ta qa ki tha, odre të shëson. Tik, adra, tik, që dhënë, ta shëson. Po më tha dishka, tha, më ka shëta po të rezi. Thash, më ka poftis, thash, gjali. Po tash, a ish gjali? O nuk ish gjali? Nuk e di aty, nja. Po. Nja. Po, une, thash, me konë ka flas, ishte gruja e me. A ka dhe se une, a kom gruën të me, i kom gjithë mi, mashallah koft. Me jetë ti. Edhe ajo, e post me jetë. Që thonë, e një mofë zoti. I dashur Adriatik, të lutem, djali të bëri ftesë, u emocionove, ti e pranove ftesën.
A fole ti me djalin? I shkujta, më shkujti. Ta nuk jo tha për babë. Momi tha po thonë se e ki babë. Kjo është që të ka rritë. Janë mesazhet në ta, i ka mesazhet unë në ta. Po. Gjithçka e mesazha. Po. Kur e shoh, i shkujta, heq. U qova sot mes, me ikë për punë, se më tu për i kërvati, i shkujta. Ta din se më ka babë, nuk ja prishi jetën. Më rëvesh, ti ki bo... Vetëm me të shkruajtur, i dashur Adriatik, vetëm me të shkruajtur, nuk e more në ta thërrisje ti vëgjuje zëri. Ja, dhe shkujtën ja. Po? Janë mesazhet ta, janë mesazhet gjithçka shqipen tu. Po, dhe çfarë ndodhi? U qova mes, i shkujta thash, baba ki vjetë. Baba për gjallë. Sa vu baba, e nona, më sëra fkuna që thonë, pa mo, me mënë mu blok, që ata tjenë për bilofi, mu zë me mënë blok. Pra, i sot në mëngjes të ka blokuar në Facebook. Gjithçka, në Instagrami. Në Instagram. Por foton e pe aty në Instagram? Foton e ti? Po, e ka ishte se është me burë vetë, edhe me vajzë vetë, edhe me gjënta. Ishte rritur djali? Kur s'ku me arrua, dvajbe këtë notë zë ka vje, këtë tjetër për tjetër. Që po të dilte në rrugë nuk do t'a njeh. Ja, jo, nuk e një po, nuk e një, po zotë i madhë, pa mo një gjë, s'ku me falë asa nga më rëvesh, kur desa të luna me dhej, se unë tash kur më thire së, tash a më se ka lidhe shti me ta, e une. Unë do lidhem sot me atë. Është duke më pritur Blerina. Do jem ditën e sotme edhe me Blerinën. Padyshim për të dëgjuar dhe zërinë e saj, por të lutem, nëse do kesh mesazhe, do të pyes unë dhe do ta përcjellësh mesazhin për Blerinën. Adriatik, më vjen mirë që të paktën i ke parë fytyrën djalit. Dhe në një farë mënyre i e mallëngjyer dhe i emocionuar, por aman i e lënduar kur ai të ka thënë nuk të njoh për baba dhe të ka bllokuar. I ka mesazhet të unë, ti pruj nesë me blon, ti nesë në Tiranë, unë nesë në vita pruj. Telefon një shëp gjitha. I dashur Adriatik. Nuk du të me poa, që s'ka mundësi, nuk ka mundësi një, si e ba, djali për bab, i thot nuk gjo. Ase aja, i ka, zhakov do se unë e tash, unë e gjokin kom e shit, kom të shpirt në tem kom e shit, unë e kom e shku pik për pik. I dashur Adriatik. Edhe e dyta është, si unë ku e mërë për i pune, e kom qenë djalin, më rëvesh, se unë nuk o puna që do të mua, më ka nërë mesazhe gjithë ka vëtë që ti nuk ishe me dalë televizor. I dashur Adriatik, ti munde do të flisje me ishnusen? Jo. Pra ti nuk e komunikuar me ishnusen dije apo sot? Ja. Vetëm yt birë të ka dërguar një ftesë, të ka dërguar një mesazh dhe të ka bllokuar. Vërtet, unë tani si fillë, sa të me ty tani si unë të nga votët e të nga mesazhet të gjirë që thoni lapi. Po, unë e thash, unë e kulturta si është ajo aty, me në ju në me zonë e temë, me vesh temë me në ju, e me folë edhe me ta. Ti kërkon që të përballesh me ishnusen? Po gjithë. Nuk e di nëse do pranoj, nëse ajo do pranoj patjetër që do të ftoj dhe ty që ti jesh përballë saj. I dashur Adriatik, të lutem, unë e kuptoj që je një baba që ke mbi 10 vite që nuk takon djalin nga martesa e parë dhe dije për herë parë ke parë në foto. Unë nuk e dija këtë informacion, tani e mora vesh nga ju. Po, vërtet e ka këto. Duhet të shpjegoj diçka. Ndoshta djali, duke ditur që nuk është rritur me ty, është rritur me një baba tjetër, sigurisht ai nuk të njeh dhe nuk ka dashuri për ty. Dhe kjo është e kuptueshme tek fëmia. Një fëmijë i vogël ka dashuri për atë që rritet dhe ka pranë. Ai nuk të ka njohur, ka qenë 2 vjeç kur u nda prej teje. Por ju këmbulni që nëna është fajtorja e tij. Pse mendoni ju që ajo është fajtorja dhe po hakmerret ndaj teje? Ja, ajo ka bo më të mirë të mo, e ka rrit, e ka shkollua, djalin tam.
Po, Djalin e është vet. djali i saj. Bravo. Po, që janë fajtur? Da, me thonë, djali vet që e ko, që thonë, e unë e vladi jam, se është e vladi jam, Po, me thonë, e kini bab. Nuk jam re, asë që jam ra me ta, a ka ta, unë e kom respekt shumë. Se qa folin e ta, ja tjetër. Edhe e dyta është që unë i kom dojtë të shpia edhe i kom thonë grus teme, hajde ma zburit. dua të themi dashur Adriatik që Unë e flasë me zemër, a kom të për këtë dy shpive si kom këtë shpi, so që na me bo pjetë jo, në nuk flasë. e pse të zëshbe për fëmijët e tjerë. Adriatik, ndarja juaj ka qenë paqësore, po më tregon, por pse hakmerren ndaj teje duke të penguar djalin? Unë kom me ta, pse unë kom që thonë në shpite me, e kom që thonë, bëj fjallë. Po, kur t'i dhomën e gruës teme, që blejnë, si kom thonë, grua, e di shumë mirë blejna, e di shumë mirë, që aty me video me të në gjak nuk më intereson, që thonë, ajo vetë keni jetën e marë, po mua, nuk është më nuk komen, më në talu gjallin, pe po një herë. Ose me një telefon me thonë, o bab, jam mirë, kom bab, kjo më duhet mua, nuk më duhet gjatë tjetër. Nuk ja përshë jetën, edhe i kom thonë, jam shku peng në Tiranë, në Belgjikë. Të Astridi. Po, Të vlojen, kina dhajt 3 muj. të Astriti, sa jo ish vjera juaj ka akuzuar Astritin gjithnjë që ai ka qenë shkaktari i ndarjes së tyre. Kur, gabi me komu, gabi me kje, ko ajo, gabi me po atje dhe tjetër, a ko të më Adriatik, Astriti ka qenë në live me Odetën dhe i hodhi poshtë të gjitha këto akuza që nuk e kam dhunuar, tha, por ajo që tha ish vjera juaj, zonja Fatmire, që ai se ka kërkuar kur djalin, vetëm një herë ka ardhur në shtëpinë time, tha në 2019 dhe nuk e kërkoi kur djalin. Mirë, ndakot jam shumë me ty, në rregull, ty je shtetë. Jo, unë jam gazetar. Po. Ja, ako të më të mërë për kesh, për këtë 2.000. E qartë, po. Kur unë e shkoj të shteti janë kuna, e për të shteti i vitet ti, e më dhu mua se s'ki drejt me e po gjarin, kush jeti dash? Kush ta ka thënë këtë gjë? Fatmira. Se Fatmira pretendon që ti nuk e ke kërkuar djalin, ke shkuar një në 2019. Fatmira më ka thonë, mua në goj e konë ato 2 gratë e më ka thonë në sy 2 grave. E ka të policë, si e konë, nuk ki drejt me kërku gjarin të mo. Në live me Odetën ajo u shpreh se të ka dhënë numrin e telefonit të Blerinës, por ti nuk e ke kërkuar dhe ajo të ka thënë të hap një numër llogarie për të paguar parat. Kur? Bëjbe ku dojnë, e shkoj ku dojnë asajna në 2 platë si i kom shpi. E nëse i kom bërë foto, ku dojnë, shkoj bijune, se ajo ka vonë mua që të sana. Unë të bërë, kur dojnë gjyshin, ka dojnë, që ata ku dojnë, se në nuk bojnë. Unë e gjysh, e ma gjyshi, 7 ma 7 i kom i shku të të janë temen. I dashur Nuk Adriatik. du me amore, kur që amarë, kur nuk amarë. Unë e du me më zirë, e me thonë, o bo, që shije. I dashur Adriatik, ish vjera juaj Fatmira tha që ai s'ka paguar asnjëherë detyrim ushqimor, edhe pse unë i thash kam hapur të hap një numër llogarie dhe hidhi lekët djalit. Kur, unë e qysh paguj lek, mërë, që ti ki po letat, i kom letat madhë. Unë, kur ta marrë gjarin, në mujë, kom po 7.000 lek. Po ku nuk e shof gjarin ten, e ti jep lek ty, qaj bëju? Qa bëju? Kam i shku në tash, dëna, me dhonë lek, unë me dhonë lek në steme, së në trapoj, jo. Adriatik, djali juaj jeton në Maqedoninë e Veriut dhe ju e dini këtë gjë. Jeton me nënën, me burrin e nënës, me motrën që ka nga nëna. Vetë keni jetë morë. Jo, ju e dini që ai nuk del dot nga Maqedonia të vinë në Shqipëri pa një Ja prokuror. këmbon, edhe plus, kash bur jo, që ku marrua ditë me ta thonë, Po, që tëna që të shkruan, jam rënë dus, e ja kom bo letrën me leviz ka dujnë. kur ja ke bërë këtë letër? Ka një
i vit. Gjithçysh i vit. Se ajo nuk ka prokur sipas Fatmirës. Ja. Pra, Si ka në pikë për Shqipëni, si ka në pra me shku atje, edhe kur nuk mund gjeta. aktualisht ajo prokur mund të ketë skaduar. Unë desha të të bëja një pyetje. Ja ku po përjeshme. Pra ajo ka një prokur, se Fatmira tha, djali nuk lëviz dot, ai nuk bën dot, nuk ka prokurën, por ti je i gatshëm të bësh një prokur? Letrën ja ku po në ndurs me konti mes Pobjelovi Makinc, shkojmë të vendi ku po të në tjerë këtë tëna me firma e këtë, ja ku po në vetë. E qartë, por nëse ajo prokur nuk ekziston, ti je i gatshëm sot japësh një prokur tjetër ish gruas që ajo të sjellë djalin në Shqipëri? Nëse ma shetë gjorin po. Je i gatshëm nëse ajo vjen dhe sjell djalin. Me ma sill djalin veç me po, unë thash njerë, e respektoj dhe këti si pluna me dhaj, po, kom shef që thonë, me ma shit djalin, po qa po me mua, nona jeme, baba jem, nona sojna, baba soj, si kanë pun, po i nëzohëm shita, nuk du mi morë për pas, më rëvëzlohë tonë. Po me thonë o atra e tik janë, jo me thyrë mua, o atra e tik. Unë a mund me gjeni letër e të vilë Shqipni, shqype djallit tonë, dhe në pi i kafe me djallit tonë, ashtë duhe, nuk ja marë kurë. Dhe jemi këtu Adriatik, çfarë do i thoshe ish gruas tonë dhe Blerina, sepse jam e sigurt që ajo do na ndjeki në këtë live dhe pse ti kërkon përballje me të. Ajo ka thonë, më të zezat për mua, ka thonë pëse me hi, Çfarë? gjanat e mira e ka rrit i djallë, e ka bajt i djallë, su në kur që arrej, desa blona me dhe, që thonë që i kom 2.000 grunë më. Që thonë, unë kom respekt shumë, si ka po, hizbet djallit është hem nonë, ankon hem babë. Po. Të une. Edhe e di shumë mirë ajo se unë një fjallë më të bukur me të se kumë bëha, e di shumë mirë se debate burë e grua kanë gjithmonë. Po se me mua taru në veti asë të njëherë, e di shumë mirë se kumë punuat për 10.000 e shkëshajnot pojnot që shkësharuja. E di shumë mirë, Blerina. Edhe kumë mërë shumë herë pejt e shpia, e më do të rëpë të sojnë, e kumë najtë e fjetat tja. Una. Por ti sot i kërkon që ajo të sjellë djalin, ta takosh. Vetëm këtë gjë, vetëm me takue, nuk ja marë, nuk i binë qafë, bot me konë në shtetë. Unë vetëm du me taku me më thonë që, ku kje, ishte burë jam, që djalin tonë, shëfe, rëke, puthe, dhe le pi i kafe me ta, me ty, e me ata u batalë. E pim i kafe, e shka. Por sipas komunikimit të fundit që ti ke pasur në Instagram me djalin tënd, ai në një farë mënyre nuk do të takoj. Djali është i rritur. Por djalit tënd çfarë do i thoshe sot? Që nuk e njeh dhe ai nuk të njeh dhe kjo është fatkeqësi. Çfarë do i thoshe djalit tënd? Djalit ja ku shkruajnë mesazhet janë tonë në Instagram, kajt. Këtu në live me detën, çfarë do i thuash djalit? Ha? Djalit tënd, çfarë do i thuash? Djalit, unë vetëm e po, që ka që ty, që thoni lapi, ja? Si motra e me që thoni, i thonë, mërë vësh babën e, baba s'ka pat mundësi me lypë. S'ka pat mundësi unë me lypë në atë kohë. Asët. Po baba ka qef veç me të po një herë, me të thonë duhet me trukë, edhe ti ki jetën tonë. Ndash me të ku babën në herë, falem nëjës, zdo me nëjë me babën, zdo me të ku babën, kur që marë asojna unë? Kjo mëne, su që marë kur. Kur, bot. Si e bojnë një gabim, nuk e bojnë kur, mja morë. Edhe gjoni me tjesh me vonë mua, kare i me ty, i dhëm ja. Kare i tona, kime dhe të nona. Kur dusht, sot ko më në mundësi, të presë bilet e vjetë baba. I të Adriatik, unë uroj dhe shpresoj që të takohesh sa më shpejt me djalin tënd, ai të pranoj. Unë do lidhem dhe me Blerinën në këto momente, do flas, do dëgjoj dhe zërin e saj, versionin e saj. Qosh babaj më i lumtur, 2 i ke në shtëpi, uroj të bashkohesh edhe me të tretin. Vërtet është, po nëse vol me ta, nëse vol me Blerinën. Po. Ti. Edhe lidhi, bim i telefonit,
Vesh 2 fjalë du me thonë, dhe gjithë në rregull. Uroj që ajo të pranoj, por nuk mund ta detyroj dot. Po, se ajo dy me mu që një gjotë se ku bohu, një gjotë kishë se ku bohu, atë ishë nëse ajo nuk inë në qëtë zane, atë ishë komë në gjona tjera vetë durë. Unë të hecit në hesapet mija, në ato të mija të hecit unë. E mira është me thonë, po, unë më keshes, unë më ka qasë me ishtë të burë jam, unë ka mirë me ta, që ajo nuk e di si ma konon mu qatë gjënë ma konon në gjepa, isha në punë, të punu në beton, në punë, ja morë e kumë qëtë në gjepë, të dhuni gjepë. Po. A ka një bombë zi, të i kojnë, ku e mi men, i kumë thonë vetit në vishë. Ta se mua ajo e shetë për mua, fjallë, po dhe une, mos më hapin mu thësin, thuj, ko thonë Adratiki, mos më hapë thësin, se thësi e më ka më shumë ramë. I dashur Adratik, unë uroj dhe shpresoj që mos nxini vrerë kundrejt njëri tjetrit, uroj të gjeni një gjuhë të përbashkët për hir të djalit. Unë jam në 2 nasë me thirë, unë e qëra në kom, e heci me kom me makinë edhe me lek sa ashtë kom në cinë të me. E qartë, kuptoj. Ajo nuk i gjithë me bo atë gjo, si e ka bo. Se nuk beret fëmija sot në shpinë si të une, 2 fëmijë kom në shpinë. Jam shumë në rumë me ta. I mi kom 2 fëmijë në shpinë dhe me i, e më zbetkon 2 fjallë, se ta që kapzeri, i thot nga shpinë ti, se qatë dush. Që të kish probleme, du më mirë me mua. E kuptoj, jeni baba dhe kërkoni dhe ju të drejtat prindërore ndaj atij fëmije, e qartë, e kuptoj, duke akuzuar ish gruan që u largua dhe ta mohoi djalin. Kur s'ja foli? Kur s'ko me a foli? Që aty me konë ka fletë? Edhe une kome dorë bërë për bërë me ta. Edhe unë kome bo, edhe shpirti kome e shqit, une kome dorë, që e puna. Që thoni lobi, vetë si o ikë, e më ka thonë ka ikim të rapoj, e di shumë mirë ajo, e di shumë mirë, ku që a thurë të najdi, edhe ko dit e ajtja. Thash, oj, grua, a ikim të rapoj, a ko në prapë të njëstët. Sepse ish vjera, juaj, Fatmira, më ka treguar që ti dohet jetoje në Belgjik dhe nuk se ndalije me prindit e tu në Tropoj dhe ajo nuk donte. Ky ishte edhe shkaku i debatit. Bash ashtë aty si kom shitu mradhë. E na ti vëdi fush aty e kanë si kom mradhë. Jo këto, mos bëj këtë beja. Ja po ku do thuj Fatmirës, thuj se ti thuj Fatmirës, që unë në ndonë, ku me a thonë gujë. Fatmira të rej ka bosh to. Se Fatmira më dore ku më lyp veti pesi ku më thonë, oj grua, e kina një gjallë, me pagjet birop, shri synë. Me pagjet birop, i psheni synë. A gjalla ja. E konë veti pesti, e i këmë thonë, so me burë tonë. Le që ka thonë, gjinja, so me burë tonë në tojmë. I ka shura Adratik, kjo është një histori... I ka thonë Fatmira ullë, ja vazë në mamu, ti, mas peskua tja, po ta pa që papat vedhin e numa në Macedoni, e më thyra. E konë për Adratikë. Kjo është një histori dhe një kapitull i mbyllur për ju, edhe për ishnusen tuaj, ju keni kryuar jetën tuaj. Se unë ku folë me ta, ku ka folë kur vinë buri, të me folë me burin, të me po kështu, të me ditë. Folë me burë. Unë e di vëndë që mos. E di, ose unë e gjojë, unë e kur bërë i zërë ka të ujë, unë e gjojë piken, unë e hime edhe me makina tje, edhe shkoj unë i hime alë. Ta, kjo është gjallë jam. Me ty s'kom punë të ti, me këtë s'kom punë. Kjo gruja jote u plokshi baksh. Bashku u plokshi. Unë e du drejtën teme, gjorin teme duhet. Je me thonë Fatmira shdo të Fatmira që ty o koni, ka thonë në gojt, je konë 5 bura e në konë ba. Qëpit tyna, i ka thonë, ma s'ko me ta. Fatmira që ajo, që e qëtë qonë të shpinë dhe të në. Jo, s'ko, me mua me dhejtë e atë, përë, edhe unë e temen, kome e po, kome shkuten në pikë fundin. O kome e po temen, o kome diku. Jo, gjithësi, do ndjekësh rrugën ligjore, ti jesh i qetë, uroj dhe shpresoj që... Ligjore e kumë ndjekë, në në cimë një kumë po, si kora shtetë, si kora sëmë,
Nina dërzutë ti ki po atë tuar farina shumë bidia. Po, je me thonë Fatmia, gjithu. Kusë Fatmia? Ne... Qatë jo është doja e soja, se e konë Itali, ka thonë, motë e zëtë, mua, më ka thirë, më ka thonë Fatmia, fort se e ki mojë. I dashur Adriatik, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt, nëse Blerina do kërkoj të jetë përballë teje, padyshim do të thras në telefon. Uroj të takosh sa më shpejt me djalin dhe të përshëndes nga Tirana, Adriatik. Ndjes shumë pide. Gjithsesi ku puna Blerina nëse hin, mua lutem shumë, kom që me alni zonin, e me alni zonin, e me thonë qëllë, me thonë qëllë. Do të njoftoj. Të përshëndes, mirupafshim. Faleminderit shumë ideja. Mirupafshim. Mirupafshim. E dëgjuam këtë baba dhe mesazhin që la për ishnusen. Më kërkoi që sot këtu në live me Odetën ai të jetë përballë saj. Në fakt Blerina e refuzon në mënyrë kategorike që të jetë përballë ish-burrit, ajo kërkon të japi versionin e saj, të japi një përgjigje, por mos të jetë përballë tij. Dhe sigurisht që ajo ditën e sotme do të jetë me imazh mbuluar. Unë do hap dritare dhe do e ftoj në këtë live ishnusen e Adriatik Gjonaj, e cila ka krijuar një jetë të re dhe jeton në Maqedoninë e Veriut, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes Blerinën. Përshëndetje. Përshëndetje Odeta, si je? Mirë, si jeti Blerina? Mirë. Besoj që e ke parë emisionin ku ish partneri juaj ka kërkuar djalin dhe duke të ta akuzuar se ju ja keni penguar, dhe me thënë të drejtën unë vetëm përpara disa ditëve fola me nënën tuaj me zonjë Fatmira. Dhe ajo ma kaloi numrin tuaj. Odeta, unë e para nuk du të flas. Ato mund t'i drejtojnë gjykatës, mund shkërë në gjykatë dhe gjykata e zgjedh problemin. Unë jam e martuar, kom kriju familjen time që kështu... Jo, e qartë, ti e martuar, ke krijuar familjen, por ke shkelur dhe një vendim gjykate, Blerina. Okej, nuk e kam shkel vendimin në gjykatës Odeta. Jo, absolutisht jo. Për arsye sepse gjitha që kanë nxjerrë televizor gjitha rrina janë. Gënjeshtra. Unë jam nën dhe ti e vetë nën, e kuptoj që je irrituar. E dashur Blerina, djali ka dalë jashtë territorit të Shqipërisë, ju jetoni në Maqedoninë e Veriut dhe këtu ke shkelur ligjin, e ke nxjerrë pa prokurën e babait. Po ku ta çosha djalin unë sipas ti? Po jo. Odeta, unë 2 vite kam ndetur në Shqipëri, pavarësisht se ka thonë direkt pas një jave si është ndarë me mu, ka marrë djalin dhe ka qetë në Maqedoni. Ajo është gënjeshtër, ai nëse ka problem, mund t'i drejtohet gjykatës, edhe unë që kam shkel ligjin do të marr përgjegjësi për atë gjë. Edhe kjo është e gjitha. E dashur Blerina, ajo që mua më preku më së shumti kur fola me nënën tënde Fatmira ishte që më tregoi se ti ke qenë e dhunuar në atë familje? Po, Dita, unë nuk e gjeta burrin ke rruga, po e lej burrin, i ditë bukur zgjova si me qenë shmen, edhe po e lej burrin, absolutisht jo. Ne kina pas probleme. Por ajo që më shokoi ishte... Ajo që më shokoi ishte që ty nuk të ka dhunuar burri, por kunati, Astriti. Jo, nuk më ka dhunuar burri, se unë nuk mund të vej akuza diçka që nuk ma ka bo. Unë kam pas probleme me njerëzit e burrit. Me kunatën që kishim afër në gjitë me shpinë aty, ato Deta nuk na leshin rahat. I futshin në punë honët ku nuk u takote. U përsishin punët e tona. E vetja që nuk u përzitën familjen time ishte kunati që kanë atje në Belgjik ata. Astriti. Jo Astriti, pri Astritit jam dhunu 3 muaj në Belgjik, Odeta isha shtatzan. Ndoshta nuk du të mbesësh. Nuk ka problem, ajo ko ka kalu. E dashur Blerina, në mënyrë sistematike 3 muaj Odeta. Ka marrë në Shqipërinë një problem familjar kishin, sepse ai ka thonë diçka që unë jam ndjesh shumë keq, që ka thonë Blerina ka hik dhe shpirti do mdali përsa largu primi. Unë Adriatikun e kam paralajmëruar shumë herë. I kam thonë, Adriatik, problemet e tona si burre grue mund t'i flasim ne me njëri tjetrin. Ne Odeta diçka shumë më e vogël mund t'ishte në familjet tonë. Fjalët e tona shkoshin në Belgjik, nga Belgjika vishin Tiranë, do me thonë u botin një.
A për gjithë shka unë ngatronte vllajti, edhe kur kunatin e vogël që e kina feju, unë kisha ble një fustan të kush, nuk e harroj desh sa të vdes atë moment. T'ishte njerëz ndasëm ishin plot, ishte fejes. Ka mor mi ka fut shpullat, më ka rrat në kamës. Ka dasmor dëshmitar që janë. Pse ke vesh fustan të kush? Ku burri im nuk ka qenë i Zotit, i thot, dale vlla. Kjo gruaja ime, unë kjo çfarë don vesh? Për gjithë shka Odeta, për gjithë shka kanë kalu vite dhe për gjithë shka të përsishin problemet të tona familjare. E qartë, është e rëndë, sigurisht, dhe unë jam grua, edhe unë jam nën, dhe nëse kunati të ngre dorën, unë sarri do ta konceptoj. M'ka rrah, për ato kom Zotin dëshmitare, dhe pse nuk e beso asnjë, nuk ka problem. Për sa i përket djalit Odeta, unë kam ndetur 2 vite. Po, do të dëgjoj me vëmendje patjetër, prandaj të mora. Po mirë. Unë kam netur vite në Tiranë, kam punu ke fabrika tek Puzve, se ka thonë edhe diçka tjetër në televizor, që i kam thonë rri me djalin kam bë 2 turre punë. Jo, Dita, unë kam punu vetë. Kam punu vetë, djalin time ka marrë mami ime, kam bajt që 3 mush, që djali më të më shkë na për qirë dhe na për kopsht, më të shkë djali kotë. A i ka gënjyt nga fillimi emisionit deri në fundut. E dashur Blerina, të kuptoj dhe të mirë kuptoj për këtë pjesë, por... do dalim dhe këtë çështja djalit, se ka thonë djali nuk ma ka nxjerr asnjëherë. Nuk është e vërtet, Odeta, nuk është e vërtet, a i vërtet para 7 vitesh ka bo një kërkesë ke policia, që vërtet para 7 vitesh u kam qenë e martume. Vetëm një kërkesë ka bo. Ai nuk ka shku ose ti drejtori gjykatës, një prind që kërko fëmin e vetë. Nuk pret 7 vite të kërkoj fëmin. 2 vite kom net në Shqipni. Një sheqer, një çokoladë, thushtja shqia ti fëmijë. Çfarë bo me fatin ati fëmijë? Ai kur, ai gjithë jetën me pak fjalë ka ndetur në hije e familjes vet. Dje i kam ra unë telefon, nuk ishte i Zotit mi bite mu telefon. Dje, i kam thonë drejtojnë gjykatës, unë si nanë do të maj përgjithësi deri në pikën e fundit për djalin tim, edhe si e kam shit jashtë kufive, për gjithë shka. Unë jam e gatshme, edhe djalin t'jam nxjerr, ne ta shofi djalin, nëse djalin doj ta takoje, Odeta, unë jam martu, djali ka ardhi vogël këtu. Djali njeh burrin tim për babë më i motër. Po, këtë gjë më tha dhe Fatmira, që ai njeh për baba burrin e vajzës. Burrin tim, ai duhet botën ta përmirësoj, duhet grete gjykatat e Shqipërisë në kohën ku ma ka shuaj grua e fëmin. Çka bë me fatin e djalit tim? Tani në heshtje, i heshtu ka qenë gjithë këto vite. Edhe unë, si kur unë ti isha ka që poshtër, ka që likë, se ti ndoshta nuk e ko të më gjësh mu. Më i zemër ai duhet shkote në gjukat. Ma ka marrë djalin, monet në Interpolit ma shote mrapa mu. Të kërkote djalin e vetë, qka po me fatin e djalit vetë. Blerina, do të sqaroj dhe anën ligjore. Kur një nën largohet, nuk kërkohet nga Interpoli, pra Interpoli nuk merret me këtë pjesë. E bi ekstrem nëse i do isha zhduk. E qartë, ai të paktën Adriatiku pretendoi që unë e kam telefonuar dhe ai më ka bllokuar në telefon dhe unë jam i gatshëm të paguaj detyrimin ushqimor. Asnjëherë të betohem në ato 2 fëmijë që i kam. Zotin e të mi marre. Kur, asnjëherë, këtë e tham për këtë ma përgjegjësi penale. Për këto fjalë që unë i tham. Kur, asnjëherë, mamimi ka dhënë numrin e Maqedonisë, nuk ka qenë i Zoti kur të mi bie një herë telefonit tot o Blerina. Kështu u bë çka u bë me ne. Ishim 3, kina gabu, edhe ti, edhe unë. Ti bite telefonit. Kur, Odeta, kur, asnjëherë se ka bë për këtë betohem. Ato mund thonë si dur. Nuk ka problem. Jo, por një baba që i është dhënë shansi nga ish gruaja të flasi me djalin dhe nuk ka pranuar, po pse erdhi ai në televizion, ta bënte show? Se këtë s'kuptoj. Nuk e di, më motë, nuk e di. Unë e kam Instagramin tim, u kam marrë mbi emrin e babait tim. Edhe me këtë burrin që jam martu këtu, kur jam nda nga ai, unë kam vujt shumë për të hequr mbi emrin tim. E kupton? E qartë. Edhe unë kam marrë mbi emrin tim. Gjithmonë, si më gjetën sot, ose kam fol me kunatën, kam fol me ishburin, kam fol me djalin e kunatën. Si më gjetën sot, unë nuk isha ndjell, as me hani ditë bukur zdrypa më toke dhe...
Gjithë problemi që ata kanë është që djali është rritur pa dashurinë e babait dhe ai sot sigurisht mund ta mohojë babain e tij. Mojo dita di, unë edhe me djalin i kom thënë. Mu as ju nuk du të mbesonin. Djali dhe merret në gjykat, ne të fkasin avokat, ne të morin psikolog, ne ta shohin gjendjen e djalit, çfarë gjendje ka, është indikum nga unë. Si silla mos sinon me të, si sillet Jo, nuk po ta akuzoj, Blerina, nuk po ta akuzoj se ti je nëna e tij dhe ke kujdestarin ligjore. Jo, unë po them që mund t'i drejtohen gjykatës, mund t'i zgjedhin punë me gjykat, nëse djali don, o 13 vjet më jo dita, është burr sot. E kërkon babain e tij? Fare, çfarë kërkon me gocë? Ai e don burrin tim më shumë se unë. Ai nuk ka ndje mungesë babait. Ndoshta ai ka qenë baba me gjak. Unë nuk e më voju ma burra kom djalin. Ai me gjak, ama me zemër. Nuk e don si bab djali. Unë dje biles jam ule dhe kam fol me të këtu. Nisi, mami, kshu, ajo baba jot, edhe në televizor. Nuk ka asnjë farë ndjenje djali për të me gocë, edhe kur e shifte në televizor kur çante. Mu më vinte keq, unë disha shumë keq. Djali nuk ndjen për të më i motër. Burri ime ka arrit me gjitha të mirat. Nuk di një shpulla se ti thot, Erenis, hajde këtu, mos e bëj këtë, mos e bëj atë. Unë si nan ma shumë e kritikoj se sa burrim. Ani njeri që nuk e di ka njëri në botë si janë. Mirë, mua më vjen mirë që je e lumtur me bashortin tënd, por e dashur Blerina ta jap si këshill ma merr miqësore, jo si gazetare po të flasëm këtë moment. Gjithë problemi është që ti ke shkelur një ligj, ke nxjerrë djalin nga jashtë territorit të Shqipërisë. Ajo që unë kërkoj prej teje është që edhe Adriatiku të t'i japi një prokur, që djali të lëvizi lirshëm, avash të njohë fisin e babait, ai do rritet, do t'i ndaj vetë gjërat, por ai baba ka një detyrim ushqimor që kërkon ta paguaj për të birin. Nuk kam nevojë për para, unë të tregi drejt. Jo, s'kam nevojë për para. Blerina, ti nuk mund të kesh nevojë për para, por ai është një detyrim që ai ja ka dhënë gjykata. Një detyrim që nuk e ka zbatu asnjë ditë. Sepse ai pretendon që nuk e ka takuar të birin dhe s'ka patur informacion përveç se jetonte në Maqedoni. Mojo deta, si s'ka pas informacion, mojo deta, ai thanë në televizor që kam në një gocë. Si më zemër nuk ka pas Shqipëria një grusht. Si s'pas ka pas informacion. Si sot ka rrjetet sociale, di sa kollaj mund ta gjesh një njeri nëse do. Patjetër që mund të gjendesh shumë kollaj nëpërmjet rrjeteve sociale. Ndoshta tani nuk jam kështu. Jo, ti nuk je e humbur sigurisht. Blerina, tani që kanë kaluar 10 vite dhe gjërat le të themi janë harruar, ti ke jetën tënde të lumtur, ai ka jetën e vet të shmartuar të lumtur. Ndoshta prirët atij fëmijë të gjeni komunikimin paqësor. Edhe djalit Viles dje. Djali ka një Instagram gjithë ato. Nuk don me motër të folje me to, nuk don. Viles dje me gruna atje azëmit atje në Belgjik, kam folun 2 orë në telefon. Ja kam tregu edhe punë se si janë. Edhe nëse dën djali, let folje, ka baba. Është baba i ti nga gjaku, pavarësisht se koha ka kaluar. Astriti kur fola unë, më tregoi që vajza ime i shkruajti Blerinës dhe ajo i tha që kur s'ke për të takuar djalin tim. Të betohem o deta jo. Si monet më t'jen njështë të tillë. Kur s'ke për të taku djalin? Nëse nuk beson, do ta dëgjosh? Jo, mund ta merrni telefonin tim dhe të bëni kërkimet, jo me hapur për gjithçka. Jo, vetëm i kam thënë drejtoheni gjykatës, nëse djali don, ta shofi, nuk ka problem nga ana ime. E vetë një fjalë që kam thënë për atë ju betohen ato 2 fëmijë. Si ka mundësi që ka njerëz kash, si mundet manipulojnë këtë mënyrë? Kur s'ke me taku djalin, po nuk kapem me ligj me zemër. Ose nuk kapem me shtetin. Kush kapet me shtetin? E dashur Blerina, unë e kuptoj që ti nuk e pengon djalin, ai është 13 vjeç për 14 vjeç, për shumë pak vite bëhet 18 vjeç dhe vendos vetë fatin e vet, por nëse ti do t'i kishe folur për babain që kur ishte fëmijë, sepse ai një çdo fëmijë që nuk rritet me babain nuk ka dashuri dhe kjo është normale. Ai nuk e njeh dhe s'ka se kryej dashurinë. Ashtu. Nëse ti do t'i kishe folur, ai ndoshta sot nuk do ishte kaq indiferent.
Por këtë i folsha për një bab që s'ka qenë kur prezent jetën e vet, ky ka qenë shumë i vogël më drejta, në nuk i dinte punë. Ai e vet një gjë që shefte një baba, një figurë babai që sillte me hangër, me pi, e shkollonte, për gjithçka. Çfarë ti folsha, u ka 2 vjet djalë që kam treguar të vërtetën. Unë foli drejt, ke mu rejna nuk kini. E qartë. Ka 2 vjet, se unë e kam ditur që do të vije kjo ditë. E kam ditë. Normalisht e ke ditur, sigurisht, se do vi një moment që do ta kërkonte të vjen. Kam qenë e përgatitur për këtë punë që një ditë do t'i teket ati nga menja një ditë bukur dhe thotë që unë du djalin tash. Po jo. I kam tregu djalit që djali mos jetë me trauma nesër pas nesër, po çka puna. Ai është babai, sido që të jetë, është babai. Dhe mendoj që për veten tënde të mohohet e drejta e mëmësisë, siç është mohuar atij, është e rëndë, përjeton. Ndoshta ai mund të ketë gabuar me ty në mënyrë absolute, ai nuk mund të jetë një bashkëshort i mirë, por aman mund të jetë një baba i mirë. Po dita, unë një fjalë du ta mbyll edhe me kaq du ta lej. Po. Mund t'i drejtohet debatës, djali është i madh, nuk është më i vogël, është 13 vjet, për 14 shkon, nuk du të flas ma gjatë, sepse edhe në telefon kanë bënë presion psikologjik. Shite djali nuk mund dalin nuk mund dali pa lejen e gjykatës. Ne drejtet vendimin gjykat, djali duhet vendosur në detyrë djali, mami fol në telefon me zot. Jo, nuk e si imponon djalin, të kuptoj për këtë pjesë, por ajo që unë po të them, gjeni gjuhën e përbashkët, Adriatiku e ka në një farë mënyrë për detyrë të japi prokurën ty si nën që djali të dali lirshëm, të vinë në Shqipëri, të takoj gjyshe në nënën tënde, Fatmirën, të jeti lirshëm, mos jeti kufizuar. Po edhe unë po them më drejta, ne ti drejtojnë ligjit, nuk kam asgjë kundër. Ne shkojmë gjykat. Jo, po ti duhet të kuptosh që ai e ka bërë një denoncim dhe momenti që ti hyn në territorin e Shqipërisë do kesh ti probleme. Nuk kam se të kem probleme, unë djali do t'i nxjerr pasaport. Edhe çka kam unë me maj përgjithësi ligjërisht unë të marr. Ti djalit nuk t'i nxjerrësh pasaport, por atësia e djalit është Adriatik dhe kur kalon kufirin e Shqipërisë me atë pasaport duhet prokura e Adriatikut, e babait, dhe ti po se pati këtë prokur nuk lëviz dot. Këtë po të them, ulni gjakrat, harrojeni të shkuarën dhe gjeni gjuhën e përbashkët, vetëm për djalin. Nuk kam çfarë të them. Ne të shkojnë gjykat, nëse në vendos djali, une të tregoj dhe diçka që unë kam harru të ta tham. Para 5 vitesh, unë kam angazhuar një avokat atje në Tiranë. Avokatit, shkova e pagujt avokatin një shumë mëdhetare dhe i thash që duhet që Adriatikun ta hedh në gjyq për punë djalit, që të mapi firmen e djalit. Po, e qartë. Moj gru, dokumenti i ka shkuar tropoj aty me post. Të mapi firmën, s'u dësha djalin ta shenë Shqipëni, sa s'ke datë të vetë s'u shky. Po pra po, këtë po të them dhe unë. Adriatiku ndoshta është i gatshëm ta japi atë firmë. Pa dyshim, të paktën janë, siç më tha mua, jam i gatshëm ta jap atë firmë. Ideja është që ai do të takoj djalin. Ndoshta ti si nën mund të flasësh me djalin, ndoshta ai të zbutet pak, është e vështirë, po të realizohet një takim babe bir dhe ai të japi prokurën dhe djali të lëvizë lirshëm. Kjo është e gjitha, ti ke jetën tënde, ai ka jetën e vet. Po, dita, i ka shku letra aty në Tropoj, po nuk ka kthe asnjë përgjigje. Postari ka thonë që ai është në Shkodër. Unë më kujto ti se unë e kam lënë këtë punë pa e ngel, se unë kam dash të mor firmën nga ai. Por, nëse ai është i gatshëm ta japi këtë firmë, besoj dhe ti je gatshme ta lësh djalin që të pi një kafe me babain e vet. Po nëse do djali për mua çish problem ka? Unë nuk kam kundër. Patjetër, por ndoshta ti Blerina duhet të punosh pak me djalin. Punoj edhe me djalin, i kam thënë djalit, kam folën me djalin. Aty dhe vendosi djali, nuk mund, s'kam çfarë të them. E qartë. Unë me thënë, nëse ato do të zgjidhet puna, ne të foli djali, nëse do djali, ta takët, folit, ketë komunikim me ta, për mua nuk asnjë problem. Unë nuk kam inatët e vjetra. Ka hika i punë, ka mbaru puna ime. Bravo, është një kapitull i mbyllur për ty, që nuk të intereson më, pa dyshim. Për mu. Por uroj të bëhet më e mira për djalin tënd, ai të jeti i lumtur mbi të gjitha, se gjithë kjo histori primare është djali, ti je i lumtur. Uroj dhe ty fat dhe lumturi dhe të përshëndes e dashur dhe mbetemi në kontakt bashkë.
Edhe unë ja kaloj fshmirë dita. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Uroj dhe shpresoj të gjendet një gjuhë e përbashkët mes Adriatikut dhe Blerinës për hir të djalit. Uroj dhe shpresoj që ai djalë që e refuzoi babain, Adriatiku na i tregoi që i biri i kishte bërë ftesë, i kishte shkruar që nuk të njohë dhe më pas e kishte bllokuar. Uroj që me kalimin e kohës ai ta njohë babain dhe të jetë i lumtur mes të dyve, sepse ata e kanë sjellë në këtë jetë. Uroj që dhe Blerina të punojë me por dhe Adriatiku, i cili këmbgulte që unë i kam thënë prokur të përjetshme që era televizi, por ndërkohë Blerina kërkoi prokurën sepse djali nuk lëvizte dot nga Shqipëria dhe uroj të ketë një zgjidhje në ditët në vijim. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këtë histori të rënda të dhimbshme, reale mbi të gjitha, njerëzore shqiptare, nga do ku ka shqiptar. Faleminderit për mbështetjen që bëni ndaj kanalit tim, ju jam shumë mirënjohës. Takohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.